në kohën që unë prej mbrëm kam bërë përpjekje që të marrë materialet në gjuhën shqipe në i-parlament për të njëjtën seancë, nuk e kam gjetur këtë strategji edhe në gjuhën shqipe. Tani, unë nuk e di si qëndron puna me të ftuarit tjerë të cilët janë thirrur nga këshillat lokale, nga komunat, megjithatë unë si deputete e këtij kuvendi nuk kam arritur që t'i kem në dispozicion materialet edhe pse prej mbrëmi kam kërkuar vetë, ndoshta do t'i gjej të varura në i-parlament, ndërkaq që sot kam kërkuar ndihmë edhe nga shërbimet këtu në kuvend dhe nuk kam arritur që t'i kem materialet edhe në gjuhën shqipe. Do me thënë, kjo seancë sot ka filluar pas zbatimin e kushtetutës dhe pas zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ndërkaq këtu diskutohet për strategji e cila në qendër të vëmendjes dhe fjalët kyçe i ka diskriminimin, dhunën psikologjike, nënçmimin e kështu me radhë. E si duhet ndihem unë si deputete në këtë mes që ndihem e diskriminuar, e pabarabartë, në këtë mes që prej mbrëm duhet të vrapoj pas materialeve dhe ende nuk kam arritur që t'i gjej ato.